Njerëzit që flenë në sarkofag të bardhë. Para disa viteve u bë një zbulim jashtëzakonshëm, por është shumë pak i njohur dhe dihet se përse. Askush nuk ka kuptuar se përse lajmi nuk u përhap në mas të gjerë. Disa thonë ndoshta sepse nuk mund t'u jepen zgjidhje enigmave të kësaj historie. Të tjerë mendojnë se nëse do të përhapen këto dilema, padyshim do të ketë një diskutim të fortë në të gjithë opinionin publik. E për më tepër, nëse mendohet se historia është e manipuluar, atëherë në këtë rast do të hidhen poshtë një pjesë e madhe e atyre çka na është mësuar deri sot. Edhe pse flitet pak, historia në fjalë është bërë shumë e bujshme nga hulumtues të studimeve alternative. Në vitin 1969, disa punëtorë po gërmonin në nxjerrjen e qymyrit në një tunel i cili gjendet në një fshat të vogël të quajtur Rdzavçik, në rajonin Kemerov, në Rusi. Një minator i quajtur Karnikov gjendej në një thellësi prej 70 metrash. Papritmas hasi në një copë mermeri të fortë. Pasi e zbuloi, pa se ishte një arkivol prej mermeri. Por çudia ishte se ai e kuptoi menjëherë se mënyra e të prodhuarit ishte mjaft komplekse. E kështu lajmëroi menjëherë prorët, të cilët që në kontrollin e parë vërejtën se jo vetëm arkivoli, por edhe varri përreth ishte diçka jashtë kanuneve njerëzore. Nuk zgjati vetëm pak kohë dhe një ekspeditë specialistësh mbërritën menjëherë nga Moska. Askujt nuk do t'ja priste mendja kur se ajo që u gjet brenda arkivolit përbën potencialin e dyshim të historisë së njerëzimit, që mund ta ndryshojë atë një herë për gjithmonë. Të gjitha ato çka kemi mësuar deri sot, një histori e tillë rrezon menjëherë doktrinat e ngulitura nga ata, duke vënë në diskutim jo vetëm planetin, por edhe vetë racën njerëzore. Bëhet fjalë për një sarkofag të bardhë, i cili, në mënyrë të çuditshme, u gjet brenda një shkëmbi. Por misteri u rrit akoma më shumë, sepse në bazë të analizave u vure se punimet e këtij arkivoli ishin bërë rreth 250 milion vite më parë. Po, e dëgjuat mirë, një arkivol 250 milion vjeçar. Madje ka të tjerë që betojnë se kanë fakte që trupat e gjetur në këto arkivole të bardhë mermeri të i kalojnë 800 milion vite të vjetër. Brenda këtij arkivoli deri gjej trupi një gruaje shumë të bukur, por për çudi ajo ishte e zhytur në një lloj lëngu të panjohur, i cili kishte mbuluar gjithë sarkofagun. Përpara se arkivoli të transportohej në Moskë, ata që gjendeshin aty u munduan që të nxirrnin gruan nga lëngu, por kur trupi i saj ra në kontakt me oksigjenin, filloi të shkrihej menjëherë, sikur të digjej nga një zjarr i padukshëm. Burrat u munduan të parandalonin djegjen, duke e zhytur trupin e gruas përsëri në atë lëng. Një zbulim i tillë i papritur ishte fillimi i kërkimeve për objekte të ngjashme të antikitetit të jashtëzakonshëm, që mund të gjendeshin edhe në vende të tjera, përreth tij, madje dhe në botë. Ndërkohë, punimet në minierën e qymyrit u pezulluan. Hulumtuesit besojnë se ka patur të paktën 7 gjetje të tjera të këtij lloji në tokat e Rusisë dhe në shtetet përreth, dhe që të gjithë këta arkivol pas kanë patur shumë detaje të përbashkëta. Tregohet se trupi dhe lëkura e princeshës ishin ngjyrë roz, të tjerë thonë se jo të gjithë trupat kishin të njëjtën ngjyrë, disa të bardhë, disa roz dhe të tjerë në ngjyrë kaltroshe. Megjithatë, është për të theksuar se lëngu i pranishëm në arkivolin e princeshës u gjet edhe në për arkivolet e tjerë të zbuluar gjithandej. Ajo që çuditi këtë histori është fakti se zbulimi i gjetjeve të këtyre trupave miliona vjeçar është mbajtur dhe vazhdon të mbahet akoma sekret. Sidoqoftë, këto gjëra janë të vështira për të fshehur në sytë e bendasve. Dhe përkundër marrëveshjeve të shumta, këto informacione, veçanërisht në vitet 90, u përhapën gjerësisht, të paktën në gjithë Rusinë, dhe tregohet se shërbimet sekrete bën punën e tyre për t'i mbajtur larg mendjet e njerëzve, duke u thënë se ishin veç disa arkivola banal të viteve 50. Por një tjetër zbulim bëri që të flitej sërish për këtë argument, dhe ky ishte zbulimi i dytë, i cili u bë në vitet 1970, jo shumë larg nga fshati Rdzavçik. Në një tjetër minier aty pranë, ushtarët të cilët në atë kohë po punonin gjatë shërbimit, gjetën 2 sarkofag të tjerë, por kësaj radhe ishin të përbërë nga një substancë të bardhë, të ngjashme me mermerin. Pra ata tregojnë se nuk ishte mermer.
Menjëherë civilët u mbajtën larg dhe një helikopter ushtarak mbërriti në vend, që pasi karikoi 2 arkivolët i transportoi ata në një destinacion të panjohur. Por kjo histori nuk mbaron me kaq, sepse u gjet një tjetër arkivol i ngjashëm me këta, por kësaj radhe në Mongoli. Ishte viti 1973. Me kërkesë të disa spionëve të vendit, një ekip i fshehtë i kërkimeve të këtyre fenomeneve u dërgua menjëherë në malet Gurvan Sakhanuul. Pasi mbërritën në vend, bllokuan gjithë zonën. Çudia ishte se qoftë udhëzuesit, por edhe i vetmi shkencëtar civil që gjendej mes grupit, vdiqën në rrethana shumë misterioze, po në atë mal dhe pikërisht gjatë atyre ditëve. Në këtë rast nuk dije se çfarë u zbulua në thellësi të shpellave. Sidoqoftë, banorët tregojnë se erdhën disa automjete speciale në ato zona. Çudia ishte se nuk kishin targa, dukeshin ushtarak. Por ajo që u bëri shumë përshtypje banorëve lokal ishte fakti se pasi morën ato çka donin, të cilat i transportuan me mbulesa që të mos të dukeshin, ata shpërthyen me dinamit hyrjen e tunelit. Më vonë, banorët kërkuan të hynin në shpella nga hyrje të tjera, por edhe ato ishin të mbyllura, që të gjitha. E kështu tashmë ishte pamundur më që të futej në para ato shpella. Sipas disa raporteve të shërbimeve, në vitin 1972, një murg lokal i frymëzuar nga një udhëtim në Tibet shkoi pikërisht në këtë mal për të eksploruar shpellën dhe për të medituar. Dhe ai kishte dëshmuar se pikërisht në ato shpella kishte parë një sarkofag të bardhë me të njëjtat karakteristika. Dhe pak muaj më vonë ishte marrë nga një grup i çuditshëm. Zbulime të ngjashme u bën edhe në Dagestan në vitin 1974, njëkohësisht edhe në kufijtë e Kazakistanit në vitin 1976, dhe tregohet se zbulimi i fundit u bë në vitin 1978 pranë qytetit Viljusic në Rusi. Fatkeqësisht sot është jashtëzakonisht e vështirë të rindërtosh ngjarjet e atyre viteve. Bula e fshehtësisë së hershme të njerëzimit varet pikërisht nga këto lloj objektesh të çuditshme të antikitetit. Duhet nënvizuar se supozimet për planetin ton tregojnë se është i vjetër rreth 4 miliard vjeçar dhe Homo sapiens rreth 200.000 vjeçar. Po sikur njerëzimi të jetë shumë herë më i hershëm se sa na është treguar. Në Meksik janë gjetur gur miliona vjeçar, në të cilët janë skalitur njeriu dhe dinosauri. Mirpo skeletin e parë të një dinosauri ne e zbuluam në vitet 1800. Atëherë, si është e mundur një gjë e tillë? Mos ndoshta njeriu ekzistonte dhe atëherë kur jetonin dinosaurët, apo ndoshta ishin qenie të tjera. Askush nuk di se ku shkuan arkivolët e zbuluar të viteve 70. Për më tepër, sot është e pamundur të supozosh se çfarë ishin, kush ishin ata që deri ishin brenda, ose nëse kemi të bëjmë me njerëz apo me qenie që nuk i përkasin fare racës njerëzore. Tjetra është se këta njerëz misterioz duke sikur flinin, ose sikur lëngu në të cilin ata notonin i mbante ndoshta në jetë. Mundet që të jenë me të vërtet 250 milion vjeçar apo 800 milion vjeçar si supozohet. Nëse kjo hipotezë do të ishte vërtet, mundet që këto qenie të kenë ardhur nga planete të tjera, pse në gjumë? Mos vallë ka të tjerë të tillë të shpërndarë në përruzull që një ditë ndoshta do të zgjohen, nuk e dim. Por për ne është pothuajse e pamundur të njohësh origjinën e tyre. Për më tepër, nëse me të vërtet janë kaq miliona vjeçar. Megjithatë, qëndron fakti se misteret të tilla të lënë të hutuar. Çudia e kësaj historie është se kur përmend këto shifra vitesh, mendja e njeriut tenton t'i klasifikojë si përralla, por qëndron fakti se të gjithë banorët e zonës së gjetjes së arkivolit të parë në Rusi, jo vetëm e njohin këtë histori, por vendin ku i gjet arkivoli i gruas së çuditshme, për ta quhet bregu i princeshës Cisulska, ose gruaja e ardhur nga një tjetër botë.